Një diamant blu i rrallë nga Kolconda mbi 23 karat do të dalë në ankant në Krishtie guri i çmuar, dikur zotërohen nga Mahrataj i Indorit, dhe është diamanti blu më i rëndësishëm që është nxjerrë ndonjëherë në ankant. Diamanti u zbuluar në minierat legjendare Kolconda në Indin jug qendrore, e njohur për prodhimin e disa prej diamanteve më të famshëm në botë, duke përfshirë diamantin Hope. Ajo që është unike është se guri nuk ka ndryshuar më shumë se 100 vjet, vlera ka mbetur e njëjtë. 23.24 karat dhe nuk ka ndryshuar formë, peshë apo madhësi. Guri i çmuar është një pjesë e trashëgimisë mbretërore të Indisë dhe dikur zotërohej nga Maharajt i Indorit. Diamantet Kolconda janë guret më të mirë, transparent dhe të rrallë në botë. Shitja pritet të shënojë një rekord, vlerësimet shkojnë nga 35 deri në $50 milion. Me 45.52 karat, diamanti Hope është diamanti më i madh blu që është zbuluar ndonjëherë.